Prindrit e Ahmed Al Ahmed e kanë quajtur të birin hero pasi ai u përlesh dhe çarmatosi një nga atentatorët gjatë sulmit terrorist në Bondi Beach në Australi. Numri i viktimave nga të shtënat masive mund të kishte qenë shumë i lartë nëse Ahmed Al Ahmed nuk do të kishte ndërhyrë pavarësisht rrezikut për jetën. Duke folur për mediat australiane jashtë spitalit ku po trajtohet babai i tij, tha se i biri, një ish polic, kishte gjithmonë pasion për të mbrojtur njerëzit. Sipas tij, momenti kur pa njerëz të shtrirë në tokë, gra e fëmijë të mbushur me gjak ishte vetimtar. Kur pa ata njerëz në tokë, ndërgjegja dhe shpirti i tij u shtyn të hidhej mbi një nga terroristët, u shpreh babai Ahmedit. Vet Ahmed Al Ahmed u qellua disa herë në shpatull gjatë përleshjes, por arriti të rrëmbej armën njërit prej autorëve. Pamjet filmike nga vetxarja tregojnë momentin kur ai fshehet mes makinave të parkuara dhe më pas hidhet mbi sulmuesin duke e çarmatosur. Heroi Bondi Beach u vizitua në spital të martën nga kryeministri australian Anthony Albanese, i cili e vlerësoi publikisht për guximin dhe sakrificën e treguar. Kur ai doli për të pirë një kafe, nuk e dinte se do të përballej me të keqen. Ai vendosi të reagojë dhe trimëria e tij është një frymëzim për të gjithë australianët, tha Albanese, duke shtuar se në një moment ku pa e keqja në veprim, Ahmed Al Ahmed shkëlqeu si shembull i forcës së njerëzimit. Ahmed Al Ahmed, babai i 2 fëmijëve, ka emigruar në Australi nga Siria rreth 10 vite më parë. Pas ngjarjes ka pasur një val të gjerë mbështetje ndërkombëtare për të, përfshirë edhe nga presidenti i SBA-s Donald Trump, i cili vlerësoi guximin e tij të jashtëzakonshëm. Një fushat online për mbledhje fondesh ka arritur mbi 1.9 milion dollar australiane në donacion për të mbuluar shpenzimet mjekësore të Ahmedit, ndërsa i vijon trajtimin dhe rikuperimin në spital.